Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk ka më gatime nga sot e tutje, Çilieta ja bën të qartë Albanit. Çilieta Xhilaga duket se ka vendosur të bëj pak pushim nga gatimet në shtëpi, duke e marrë me shumë humor vendimin e saj. Këngëtarja ka ndarë në Instagram një postim që ka bërë menjëherë buj dhe ka shkaktuar shumë të qeshura mes ndjekësve. Në foto Çilieta kishte publikuar një imazh të shoqëruar me një citim interesant. Havard Sardi tregon që gratë të cilat nuk gatuajnë për burrat e tyre kanë një martesë më të lumtur. Duke e marrë me shaka, ajo i është drejtuar partnerit të saj, portierit të njohur Alban Hoxha, dhe ka shkruar që sot nuk ka më gatime në shtëpi. Me sa duket, Çilieta ka gjetur mënyrën më të bukur për të bërë shaka me rutinën e përditshme, duke e kthyer situatën në një moment plot gaz dhe batuta. Postimi është pritur me shumë komente pozitive, ku ndjekësit kanë vlerësuar anën e saj të sinqertë dhe me humor, ndërsa shumë gra janë shprehur se ndihen të përfaqësuara nga ky mesazh. Artistja e njohur për karakterin e saj të drejtë për drejtë shpesh ndan momente të jetës në çift me Albanin dhe këtë herë e ka bërë sërish me stilin që e karakterizon.